Ndërkohë që kjo është xhamia, shikoni xhamia, ka mbetur vetëm këto muret dhe kolonat. Kjo xhamia që para viteve në 10 ka shërbyer si dyqan ushqimore dhe veshmbathjesh dhe qendër kulture, sot po të shikojmë ne është rënuar. I ka mbetur vetëm muret nga brenda, është mbuluar me shkurre, duhet pra të rikonstruktohet, sepse është vërtet një monument kulture që e veçantë në fshatin Ur të Shëngjegjit të Tiranës. Shikoni pra edhe nga jashtë edhe nga brenda që ju e pat vetë që është mbuluar nga shkurret, por shikoni sa bukur i ka muret dhe kolonat, të padëmtuara. Don vetëm të pastrohet dhe të rikonstruktohet, mund të bëhet sërish xhami dhe të jetë xhamia e fshatit Ur. Ju përshëndes miq.